Urimi prekës i djalit të shurit e Belulit për ditëlindjen e nënës, një foto që emocionon rrjetin. Sot rrjetet sociale janë mbushur me emocione dhe dashuri familjare. Djali këngëtares e njohur shqiptare Shurit e Beluli ka zgjedhur një mënyrë shumë të veçantë për të uruar ditëlindjen nënës së tij. Përmes një fotografie të vjetër nga koha kur ishte ende fëmijë, ai ka ndarë një moment të sinqert me publikun. Në foto shihet Shurit e Belulit duke përqafuar me dashuritë e birin e saj. Një imazh e flet më shumë se fjalët për lidhjen e fortë nën e bir, për përkushtimin dhe sakrificat ndër vite. Urimi i tij ishte i thjeshtë por shumë domethënës. Urimi ditëlindjen e shtrenjta nën, i shoqëruar me zemra dhe simbol festimi, një mesazh që preku ndjekësit dhe fancat e këngëtares. Mëngjherë pas publikimit, fotografia mori komente të shumta pozitive ku fancat uruan Shuritin për ditëlindje, por edhe për rolin e saj si nën shembullore. Një urim i thjeshtë, një foto nga femëria dhe shumë dashuri. Ky ishte mesazhi që sot preku zemrat e publikut. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.